Një zonje e moshuar u maskua si shërbëese në rezidencën e gjallit të saj për të zbuluar se kush ishte në të vërtetë nusha e tij arrogante. Gjatë festes së fëgjëses, influencuesja e poshteroi të pangjohuren dhe vuri bast, një pasuri kë ajokurre nuk do t'ia kalonte në pisten e kërsimit. Por para të gjiteve, shërbëesja e brishte shfakin gje talent të jashtëzakonshëm dhe kreu hapake i lane e të milionerin pa fjale. Kur identiteti i saj i vërtetë doli në drite, nusha e kuptoi tepër vonë se mizoria e saj mund t'i kushtonte shumë me tepër se basti. Qiu i holle rrihte ksamat, e zires ndjarsa, zonja Irida Vilambante, midis gishtave të rudhur, një zarf prej letre të trashe, ngjire fildishi, me shkronjate artate gdhendura per para. Kishin kaluar muaj këj agjo shmangeshta hapte, ndone se e dinte se qfare përmbante. Aftesa e gjallit të saj nuk duhet të peshonte akshume, por peshonte. Shtepja në korqe, e rretuar nga lulebore blud hengjem gjegull ke dukeq se nuk largohej kure. Ishte streha ke agjo kishte zgjedhur pasi bashkëshorti i saj ishte ndare nga gjeta. Orel Vila kishte ndërtuar për gjatë 20 viteve, një perëndori kjo e shtrihej nga hotelet të kompanite, e ndërtimit në imbare vendën, dhe kur u largua, i la gjallit të vetëm, Rafaelit, jo vetëm bizneset, por edhe për gjegjesine për të mbajtur gjale reputacionin, indëshmerise, të punes se familjes. Irida ngana e saj ishte tërhekur. Kishte kembjer salonet të udhëtimet me mëngjeset në kopsht, dhe pas ditet e leksimit, pa e imagjinuar se në gjedite do t'i mungon të akshume zurma e gjetes. He hapi zarfin nga dale. Brenda një kartoline ftonte në festen, e fejese se Rafael Viles dhe Larisa Andonit, credo të mbahene, vila e blinjve, prona e familjes në Malesi, pas pak gjavesh. Irida e ngjihte emrin e Larises prej kohesh, si mund të mos e ngjihte. Vajza ishte kudo, ishte mbretëresh e bukurie, sot drejton të nje profil me milionën gjekis, ku shfakte udhetime, veshqet he opinione me nje siguri kë kufizohej me përbuzjen per kedo ke nuk gjeton të një atë menyrej. Irida kishte pare tashme, padashgje, disa video të nuses se ardhshme. Në njerën prej tyre, Larisa ironizonte theksin i një shitese e rrugë, në një qeter, keshte me veshqen, i një adhuruese gje kë, i kishte kërkuar një foto. Asgje shumë i rende, ndoshta, nësi te e dikusht ke i shihte shpesht. Por Irida kishte zakonin e vgjiter, po thuaj si te haruar nga ata ke i rrithonin tani, per te vezguar ditajet ke shumika, i anashkalonte. Një ges padurimi, një buzekeshgje ke nuk arrinte të sajtë, mënyra se si trajtohej e ke sherbente në tavoline. Kjo per ta thoshte me shume se s'do fjalim i bukur per te kenit autentik, apo dashurine per te afermin, fraza ke Larisa i perseriste në postimet, e saj si dikush ke resiton një luqje boshe. Rafaeli, me gjithate, dukaj se shihte vetem versionin publik të vajzes, ati të buzeke shuren, bugjaren në fjale, ati ke kishte gjithmone, njej levdate gati kur kamerat ishin të ndizura. Te Irida e kupton të pse, gjali ishte rritur i rretuar nga pergje gesite, kishte mesuar herete administron të njeres dhe biznese. Por ndoshta kure nuk kishte mesuar të dishonte të dikushke buzeke shte kak bukur. Hajosun ngrit nga koltukute e qidrajsh do lapit të koridorit, kuruante, prej dekadash, një kuti drurit e lakuar, nuk e hapte shpesh. Brenda, të mbrojshtura nga një pelhure ka difegje e kuke tashme e zbehur, pushonin pupla kercimit e vjetruara, një shirit satini, i rudosur dhe një trofe i vogel imbuluar me një pelhure, të silin a gjokure nuk merte mundimin të ekspozonte. Para se te behe gjishe, para se te behe i bashkëshorte, magje para se te njihte Aurelin, Irida kishte kene një person tjetër, një person ke një perit, punon gjesit, po tuaj se askush rreth saj nuk e ngjite vërtet. Ajo mbyli syte per një moment, duke ngjere peshen i vendimeve të vjetra. Kishte lënë skenat per dashurine, pa as një pendim, kishte rritur një gjale, ishte kushdesur per një bashkëshort, kishte mbajtur në heshqit themelet i një familje gjithateri. Por ajo pjese e vetvetis nuk ishte zdukur kurre faktikisht. Thjesht kishte fjetur,
duke pritur ndoshta momentin e duhur për të zgjuar. Te ndoshta ai moment ishte me aferse Sagju e imagjinonte. Mori telefonin dhe formojnë numer kë, edinte përmendesh, pavarësisht vitive. Nga ana tjetër e lingjes, ndjeze i njohuru përgjigj pas disa zilesve. Nevila, gjamune, ta Irida, me një dridhje të lehte nëse ke përzjente nervozizmin dhe vendosmerine. Kam nevoje për njëndër prajteje, njëndër të mad. Nevila Marku kishte kene shok që Saj e garave dekada me pare, para se të nderron të sallat e kërsimit me administrimin e nje agjensi punisimi shtepjak në Tirane. Te digja flisnin ende here pas here, duke shkembjer kushtime dhe te keshura per kohet kur rotuloheshin per ore te tera pangjere lodhje. Irida, çfarë surpriz e mire, per çfarë ke nevoje, kam nevoje te me gesh një pune. U përgjigj Irida, duke pare nga dritarja mjegulen ke mbulon te malet, si sherbetore shtepje, në vila e blinjve, pati një heshtje nga ana tjetër. Në shtepine e gjallit tend, pjetin e vila e mosbesuar. Irida, jeq mendur, ndoshta hajti u përgjigj Irida. Me një gisme buze keshe ke askush nuk e pa, por duhet të zbuloj, me sita e midhe pa editur askush se kush gjam, cfare loj gruagje do të higje në kete familje. Para se ta gjetete per vone ke Rafaeli ta kuptogje vete, në vila psheret ju gjate, por e ngjite shume e mire mike në saj per te tentuar, ta këtente nga një ide e marretashme. Du të sho qfare mund të baj, tha Aju me në fund. Por du të duhet një emer iri, dhe një justifikimi mire për zhdukqen tende të papritur nga gjeta sociale. Irida pa e të një here kutine e drurit me bi tavoline, puplat e vjetruara kjo e mbanin ende formen e kembeve të sajte dikurshme. Kjo peshperiti Aju me vete, e shtepjesa me e lehta, trigjave me vone. Një taksi po ngjitesh rrugës gjarperuese këtë conte në vila e blinjve, dhe brenda saj ishte një grua që pothuajse askush nuk do ta njihte. Floket e bardhe të Irides, dikur gjithmonë e mbledhur në një topuz elegant, tani ishin të leshuar dhe paksate e shpupuritur, të kapur me një lastik të thjeshtë. Robat modeste, prej pambukut e vjetëruar, zëvendesonin pelhurat e imtake vishti zakonisht. Sajzet me kornizete e trashe fshihnin shkelkimin vezgësta sive të Saj. Dhe këndrimi, dikur i drajte si një balerine, ishte kerrusur kelimisht, sikur dekada punet e rende ti kishin renduar shpinen. Kjo e zile Markutani, mbjemer i huazuar nga e ema, endare nga gjeta prejak shume vitesh sa askush, i gjale nuk mund ta litte emrin me Irida Vilen. Në vila i kishte siguruar vendin per mes agjensise, duke i prezentuar si një zonjë me përvojë të vej, ki kishte nevoje të rifilon të gjetan pas i kishte hëmbur bashke shortin dhe shtepine ku gjetonte. Nuk ishte gangje shter, thjesht nuk ishte e gjite e verteta. Vila e blinjve, u shfak para Saj siç ishte shfakur gjithmone. Madheshtore, e rrethuar nga kopshtete kithura në mënyre perfekte, mengje pamgje ke zbriste nga mali derisa humbiste ne horizontin i gjelber. Sa here kishte e kur Irida neper, ato korridore si zonja e shtepisi. Tani po hinte nga dera e sherbimit, si që i kushtonte vetes ne qdo hap. Hajo ka e priti ishte zonja suela. Ekonomia përgjegjeze prej me shume se djetevit e shperta mbajtur pronen në pune, me saktesini i një ore zvicerane. Ishte një grua mesatërisht në moshe, me shikim të prere porgjo armikesor, e cila vlere sua i punon gjesen, i renga koka të kembet para se të fliste. Pra ti Gezilja, ne vila me ka folur mire per ti. Shpresoj ti adal, zonja suela, u perg gjigje Irida, duke sforkuar njeton zeri me të ngjirur ti me të lodhur se naturali i saj. Këtu punoj me fort por me respekt, ta suela duke kur tashme ne per koridore dhe duke treguar domat. Zoti Rafael eshte nje zoteri i drajte. Kurse nushja e tij, suela e la fjalin e nemes, si dikush ke mendohet mire para se të flasete per mengjete pangjohur. Nushja e tij çfare, pjeti Irida, duke u përpjekur të duke i thjesht kurioze, dhe jo deshperimisht të interesuar. Da e të themi ke zonjusha Larisa ka menirat e veta, u përgjigj suela duke i zgjedhur fjalet me kushdes. Do ta kuptosh me kohen, nuk ju desh të priste shume. Pas ditën e pare,
ndërsa ndihmonte në rregullimin e peshqireve në zonën e Pishines. Irida dëgjoi një zëtel artëritë mpreteke ushtonte në kopsht. Kjo është gabim, plotësisht gabim. Bertiste Larisa Andoni, duke treguar një dekorim lulesh që zbukuronte njëren nga tavolinate të rases. Unë kërkova 30 fila të bardhe, jo keto. Keto gjera të verdha katundi, punon gjesja per gjese, një vajze i re e quajtur Patricia. Per pikajte shpjegohaj. Duke belbezuar falje per një problem në dergimin e luleve nga lulistari. Nuk duat ja di per problemet e dergimit, ndër preu Larisa pa I pare fare në si vajzen. Duat e di pse ju nuk gjeni në gjengje të beni asgje si që duhet në këtë shtepi. Po të varet nga une e nderoj të gjithje stafin para dasmes. Kirida, ifshehur pas njesh kur regjet e ketur mire, në gjus tomakun ti shtrengohe. Ati ishte, me mishje me kocka, gruaja ke gjali I saj sinonte të conte në altar, e bukur pa dishim, floket bionda ke benin si ugjevare, trupi skulpturor I teksuar nga një fustan I lete. Fytyra I persosur si që mund të keteve tem dikush ke ka kohet e para per, tu kush dhe sur per imaginevit. Por kishte diçka një menyrense si ajo fliste. Sikur një rezit peret ishin gure shahu, ke konfirmonte gjithë qka ke Irida I druhej. Larisa u largua drejt shtepise, duke u ankuar ende per paftesine, e te qireve, te Patricia mbeti e palevizur, me si te per lotur. Duke u perpje kur te regulonte lulet si te munte. Me lerte te ndihmoj, ta Irida, duke u afruar nga dale ende mezerin e ngjirur te ziles. Faleminderit, pesperiti Patricia duke fshire si temin gësitim. Ajo eshte gjithmon e keshtu, sidomos kur ka vizitore kjo povine, sa kohe ke punon ketu? Pieti Irida, duke reguluar lulet menje shkath tesi ke trattonte vite shigjeget e rafinuar ndone se per pikejt afshite. Divjet. Zoti Rafael ka kene gitmone ishkel kirmene. Por ke kuru fejua, gjerat kane ndrishuar pak ketu. Irida shenoj menderisht që do fjale. Nuk ishte logji I gruas ke gjikonte nga thashetimet, dhe edinte mire se nje skeni, I vetme nuk perkaktonte nje karakter të tere. Ndoshta Larisa ishte thjesht nervoze me pergatitjet, ndoshta ishte njediti I kike. Duhajte vezgonte me shume, me durim paulenet e rembehe nga per shtipqet I para, sado ki ato per shtipqet I para peshonin tashme siguri ne funte zemre së sashte nenes. Atenati, ishtrire në krivatin e ngushtet e dhomese shërbimit, akte ndryshme nga suita krisore ke kishte zene per dekadane po ati shtipi, Irida mbili sajtet dhe mendoj per gjalin. Ku du te ishte Rafaeli ne ate ore? A I kishte vene revale shenjat I vogla ke a gjosa po filonte te shihte. Ishte ende heret per te kene e sigurt per që dogje. Por një gje Irida edinte tashme, vendimi I saj per te ardur deri ketu, e maskuar, larg se keniq menduri, ndoshta ishte gjeja me e mensur ke kishte bere ne vite. Ditet ne vijim sollen një rutine kë, per habine e vete Irides, ajo potuaj se filoi ta pelkente. Zgohej heret, di monte ne pergaticen e mengjesit, kush desej per carsafet, u gjiste lulet e kopshtit te dimrit. Kishte diska pastruese ne perdorimin, eduarve te veta per detira te tjeshta, largëm bledgjeve te bordi de telefonatave urgente ke mbushnin, jeten e sajta me parshme prane Aurelit. Per një moment, po tuaj se harronte pse ishte ati. Po tuaj se. Ishte mengjësi I katert kur ajoje para Rafaelin nga fer per heret e pareke nga mberit gja e saj. E po zbriste shkalet kryesore, I veshur mengje kemishe serioze blute hapur, me telefonin ngjitur në vesh, duke diskutuar diçka per një kontrate në artimin në Elbasan. Irida duke mbajtur një tabaka me peshkire te palosur, u lisite instinktivisht, me zemren ke I rrite fort. Adute ishte e mundur ke a I te mos I ngjite. Mirëmengjes, tha Rafaeli I shperndare, teksa kaloi pranë saj në korridor, me syte ende të fiksuar në ekranin e telefonit. Mirëmengjes, zoti Rafael, u përgjigji Irida, me zete ngjirur dhe te ulet, po tuaj se një peshperime. Ajas nuk I ngriti fytyren. Kaloi drejt I zgjitur në punet e veta, dhe Irida ngjeu një përzierje lehtësimi dhe një trishtimi që nuk priste ta ngjente. Kishte sens, sigurisht, flokete bardhe dhe tec rregullt,
syzet e trasha, kendrimi I kerusur, gjithçka konspironte për të shënderuar atë në thjesht një qeter mesak shume punonjësve të shtepise. Por kishte diçka të dhimbshme në të kenit kak plotësisht e padukshme në sita I gjallit të vet. Ajo u kujtua, atëherë, kur Rafaeli ishte gjale I vogël, dhe indikte në përdomen derisa ajo ushtronte hapat e kercimit fshehurazi, në ato pak momente të lira që kishte midis kujdesit për shtepine, dhe ndihmes ndaj Aurelit në biznese. Mami Kersen bukur, thoshte ai, me si të ko I shkelkenin nga admirimi feminor. Ku ishte ai gjale kureshtar tani, ka ki perpire nga pergjegjesite, I bote se të rriturve sa as nuk I vintire në gjerezit rreth tajq. Shembili kushtimin në fund të kraharurit të vazhdoj për para, duke quar tabakane të dollëpi I robave të bardha. Ishte Marta, kuzinergja, ajo ke ube shokja e saj e pare e vertete ne ate gjete të ri. Grua me të keshur të lehte dhe duar të shkatta. Marta drajton të kuzhinen presh pesembetje të vitesh dhe ngjihte çdo sekret të familjes Villa, ose të pakten kesh të besonte. Ti ke fitiren e njeriut ke ka pare shume gjera në gjete, zile, komentoj Marta nje pas dite, ndërsa te digja ke ronin patate kra per kra. Ke nje menyre ndrishe, nuk dita shpjegoj, por e ke. I rida buze keshilete me kudesh. Jetana me son të I adalim bane, bija ime. Ashtu eshte. Te ketu kohet I fundit, na duhet ta I adalim bane mjaftu eshem, tha Marta, duke ulur zerin, sikur murette kishin veshe. Zonjusha Larisa po behet gjitnje me kerkuise. Gje urdheroj të nderohej I gjithe menugja e darkes sepse mendoj se peshku, duke I shume I varfer per të eftuarit kjo do të vinin. Po zoti Rafael, çfarë mendon per gjithe kete? Marta ngriti supet, nje gjest ke mbarte me shume informacion se sa çdo fjale mund të thoshte. Mendoj se a jeshte akizena me biznesetsa, as nuk I veren gismën e gjerëve ke ndodhin brenda shtepise se vet. Dhe kur I veren, a gjoka gjithmone nje justifikim të bukur gati. Ashtaj e shpejtë me fjalet, a gjo vajze. Hajo fjali mbeti duke ushtuar në mendjen. E irides per pjesën që tërë të dites, e shpejtë me fjalet. Ishte saktesisht logji I talentit ke mund të gengjente një burre të zene dhe me zemer të mire, të mesuar të besonte me të miren të njerezit. Një burre si Rafaeli, I rritur nga prinder ke gjithmone vleresuan me shume karakterin se sa pam gjen, por ke ndoshta, ne me stejak shume pergjegjesive, kishte humbur pak aftesin e per të pare per taj si per fakes. Natën në domene vogel, këndante me nje punonjeze qeter me tere. Të kwashtur Kristina, I rida dhe gjoj tingullin e larget të nje muzike këvinte nga radioja e vjeter mbi komodi. Nje bolero e vjeter, nga kohet kur a gjovete rotulohajne per, salonet me elegante të vendit. Pa I kuptuar gishtat e saj filuan të ndiknin ritmin bidishek, kemba e saj e majtes kikoj, po thuajse pa uveneri, nje hapke trupi I saj nuk e kishte haruar kuri. Ti Kersen, pjeti Kristina e surprizuar duke pare shoken e domes me kuriozitet të sinkerte. I ridan daloj me njehere, me zemren ke I rite fort. Kam kersier shume kohe me pare. Gjera rinisje u pergjigj, duke fikur radion me njen kshitim ndoshtat e të pruar. Kristina keshi, pa I dhjene shume rendesi. Dhe shpesht u këtje të fliste per gjera të qera. Por I ridam beti ati e shtrire në erresire, duke njere trupin ti dridhaj me njen gjesi këmendonte, se ishte dremitur prej dekadash. Ndoshta ishte me afer se sa e imaginonte humgje sa e kontrolit mbi historine I vet. Leni esta ikte, ne nje gjeste I pakoj dhe shem, te verte ten kue ak shume perpikej të fshite. Duhekte kishte me shume kujdes. Kishte ende shume per ta zbuluar per Larisa Andonin, de koha ajo I dinte, por rritte kunder te digjave, kunder farses kimbante de kunder marteses ki po afroheme, hapa te shpejte. Raptinane vila e blingjve vazhdonte ritmin I saj. De bashke me ta rriteshin pergaticet, per festen e madhite fesheses, ta kaktuar per të ndudhur pas pak qavesh. Kamionet silnin dekorim, lulishtaret vizitonin pronen pothuajse çdo dite. Të nje ekipi kateringut testonte tashme minute në kuzhinen e martes.
duke shkaktuar një remuzhe të vazhdueshme që e pushtonte gjithë shtëpinë. Ishte në mes të kësaj çmendurje që Irida dëshmoi skenen që do të ndryshonte. Andonese në mënyrë diskrete, perceptimin e saj mbi urgjencën e misionit të saj. Gjergji kopshtari me I vjetër I prones. Një burë me duar te kaloi turat e buzëkeshta, lehtë që kujdesej për kopshtit prej pothuajse 20 vitesh. Kishte marrë detyrën të rimbilte një rreshtë të tere me 30 fila planetare kryesore. Saktesisht ku do të mbajshin fjalimet e festes. Problemi ishte se fidanet e porositur kishin mberitur me vonese për shkak të ngjete papriturën e transport. Të rreshti, pas ditën kur Larisa vendosita inspektonte përgatitjet, ishte ende pjesërisht posh. Çfarë është kjo? Zëri I Larisës preu ajrin e kopshtit si një kamshik. Unë kërkova një kopsht me lule për të ftuarit e mi, dhe ti me jepkete, një vrime me dera. Zon gjusha Larisa, fidanet mberin e nesër në mëngjes, unë garantoj kjo deri në feste. Nuk me intereson nesër. Ender preu ajo duke përplasur takën në dishemen e prej guri. A editi sa influencuiste rende si shem du ta fotografojnë kete kopsht. Sa marka du te duan partneritet me mua pasi te shohin keto foto. Dhe ti me shfakesh me kete justifikim të kote. Gjergji uli koken me shpatullat e ke rusura nga poshtërimi publik, dersa punongjesit e qere, përfshire Iridën, hikeshin sigurishin të zene me detirat e qera ati prani, pagoksim për të ndërhire. Do ta zgjit kete sot premtoj, peshperiti kopshtari pothuajse lutes. Shpresoj kepo, sepse nese nuk e zgjid, ti do të ja shpjegosh Rafaelit pse do të me duhet të shtigj gjithçka për shkak të një kopshtari të pafte. Larisa u largua drejt viles, duke e lene Gjergjin të palevizor, duke pare reshtin bosh sikur ajte ishte fashtori per, gjithë shiunki, kishte vonuar djergimin e fidaneve gjave me pare. Irida, duke ngjere gjoksin ti shtrengohej nga indingjata, u afrua nga dale. A gjo flet gjithmone keshtu me gju, pjeti duke u ullur në gjungje pranet I për të ndihmuar në përgatitjen e tokes. Kohet e fundit po u përgjigj Gjergji pa I ngritur syte. Në fillim, kur filloi të shokerohej me zotin Rafael, ishte e gjitha buzekeshje. Por pasi u kaktua fejeza u be një person qeter, ose ndoshta tregoj se kush eshte ne të vërtetë. Fjalet mbeten të peculuara një agjer, të ngarkuara mendji peshe ke Irida në gjune e fund të stomakut. Ndimoj kopshtarin të përgatiste pjesën qeter të reshtit në heshgje, duke menduar se si ajo skini, a ki vogel në site e atire ke jetonin të rrituar nga luksi, zbulonte akshume per karakterin e vërtetit të nje personi. Nuk ishte bukuria e fytyres apo eleganca e robave ke per kaktonin dike, ishte mënyra se si trajtonte, ate ke nuk kishte asnjë pushtet ambigjetën e tij. Atenate, e raskapitur fizikisht dhe emocionalisht. Irida u ule vetme në stolin e vogel prej druri në pjesen e pasme të prones, ku tingulli I larget I një kitare të rene nga një prej rogjeve mberinte I embel nga era e malit. Melodia, pa tekst, I kujtonte turbul një tango kue ajo kiste kërsier dhe kara me pare në një salle të mbushur plot, kur ende perdorte emrin e saj të hejetonte në ndritat e ngjalljetit qeter. Melisitet e la kujdesen të merte kontrollin e vetvetes. U kujtua per ditën kur njohu Aurelin, duke e vezguarate të kersente nga një koshe diskrete I sales, I maggjepsur jo nga teknika e persosur, por nga pasioni kë ajo vendoste në çdo lëvizje. U kujtua per herene pare ke ai eftoj të kersente, per hapat e shkembjer me turp, per dashurine ke lulezoj mes rotulimeve dhe ritmeve. Te u kujtua gjithashtu, per naten kur vendosi të varte puplat e kersimit, duke zgjedhur të ndertonte një familje prane ti, pa pendime, por gjithmone duke mbajtur atë pasion të ruajtur të helenezi merë. Doshta ishte koha që ai pasion të merë të frime serish. Nuk I dinte ende si askur, por ndjente ke ngjarjet rreth saj, arroganca I Larisës, verberia e përkohshme I Rafaelit, padrishtesja e pesuar nga Gjergji. Po e çonin hap pas hapi, drejtën gje skene që kurre nuk e kishte imagjinuar ta shkelte serish. Fangrit nga stoli, me gjungjet që janë koheshin nga kendrimi I kerusur kemban të gjithediten për shkak të maskimit. Dhe si mbrapsht drejt do mes së sherbimit, e vendosur të vazhdonte të vezgonte, të vazhdonte të mesonte, të vazhdonte të priste momentin e duhur për të vepruar.
sepse ishte plotësisht e sigurt ai moment po vinte. Në rruga e sipër, kaloi serish pranë rreshtit ka kishte ndihmuar ta përgatite. Gjergji kishte shkuar tashme të pushonte, por kishte lene ati të organizuara me kushdes, veglat për ditën qeter, si dikush ke nuk i humb dinjitetin edhe pasi poshterohet publikisht. E gesti vogel për kushtimi, nga dikush ke vazhdonte të bente punën e tij me zel edhe kur trashtohej kek, e preku i riden në një mënyre ke nuk i priste. Mendoj se sa njerëz të qere, gjatë viteve, ishin trajtuar në atë forme brenda po asaj shtëpie që ajo kishte ndihmuar të ngrinte pranë Aurelit, pa e ditur ajo kurre. Ndoshta ki ishte, funja, kellimi I vërtetë I pranise se sa gjati e maskuar, gjo vetëm të mbronte gjallin nga nje martese e gabuar, por edhe te rizbulonte, mesite I saj, vleren e heshtur të kusht duke punonte fort, larg dritave, duke mbashtur me duar të kalojtur shkelkimin këtë qeret shfaknin në fotografi. Dieli I mengjesit që të regeti I riden tashmen e detire, duke ndihmuar Kristinën të organizonte dhomen e robave, kur një tirgje urgjente nga zonja Suela e beri të kalonte me vrap krahun krisor të viles se blingjve. Rafaeli kishte derdhur kafe mbi një pirg dokumenteshte rendësishme në Zajre, të kishte nevojë për ndihmë për të pastruar gjithçka parëngje videotirgje me investitorit. Kur hiri në dhome, Irida gjeti gjallin të ulur në gjungjen e disheme, duke u përpjekur të shpeton të fletetin gjomura me nje pesete, me fytyren të tensionuar nga shketesimi. Mailini të ndihmoj, zoti Rafael, tha ajo, duke u ulur në gjungje prane, tijme të njashten shkathëtesi të keteke kishte treguar gjithmone para që du pengese shtepjake. Punuan në heshtje për disa minuta, duke ndare letrat e ndete shpetueshme nga ato ke kishin hëmbur për gjithmone. Rafaeli I per hëmbur komentoi, por tuajse me veti, nëna ime I bente kete, zgjit të qdo remugje pa I hëmbur kurre kete sine. Irida ngjeu zemrenti rriti fort por I mbajti fytyren ullur e përkendruar të letrat. Zonja nena juaj duhet të gjetengje personi mrekullueshëm u përgjigsh me kujdes. Ishte onta Rafaeli dhe diçka ne zerin e tij mbartën gjepeshe, mali të përzir me një konfuzion ke e vetë dukej se nuk I kupton të plotësisht. Dua të them ajo eshte gjale, faleminderit Zotit, vetëm se eshte disi I larget kohet e fundit. Shkoj të merrej me ka punë private, tha ajo. Me mungojnë e keshillat e saj të gjemi sinkërte, hengriti site. Duke pare per një moment punon gjesene moshuar të ullur në gjungje para tij, dhe diçka dukej se I shkrepi në mendje. Një njësi e huaj familjariteti kë ai nuk ditita e mertonte. Irida, duke venire shikimin e zëgjatur, oli fytyren edhe me shume. Duke u hekur sikur ishte totalisht e përkendruar të dokumentet. Faleminderit, Zajle apo gjo? Pjeti ai me në fund, duke e ndihmuar të ngrihej me një gest shentelmen ke ajo e njohu, me një shtrengim në gjoks, si diçka ke ai e kishte me suar nga I ati. Ashtu eshte, zoti Rafael, ishte kena kesi të ndihmoja. Ti ke një mënyri, nuk ditatëm elegante për të bere gjerat, komentoj ai, paligesi, thjesht si vezgim I sinkërte. Pak njerëz arrine të mbajnë këndrimin ashtu, edhe kur gjanet të perkulur në dishemi duke pastruar remugjen. Irida sforkoj një buze këshje modeste, me zemrën ke I rritë shume fort për miren e saq. Vite praktike, zoti Rafael, jetana me son të mbajsh me vetën, edhe kur gjithçka rret nesh shembet. Ai po hoj me koke, I menduar, të ktheu ve mendjen të kompjuteri, duke u përgatitur tashme për thirrjen me investitoret. Irida u largua nga Tomasa me shpejt ke diskresioni e lejonte, me zemren ende të rahur fort nga afersia pothuajse e rrezikshme e atij momenti. Ishte në koridor pak minuta me vone, kur u krikezua me Larisen, e cila po zbriste shkalet I veshur per një set fotografik kue du të ndodete në kopsht po ate pastite. Nusja ndaloi, duke vezguar Iriden nga kokat e kembet me një shikim kue per zjente kuriozitetin dhe dishimin. Tigje ajo e regja apo jo? Ajo zilgja, tha Larisa me krahet e krikezuar. Po, zongjusha Larisa, kë një mënyre të cuditshme për një sherbetore. A e di, komentoi ajo, duke mbledur syte. Këndrimi drejte, mënyre e kujdeshme e të folurit, ku ke punuar para se të vije ketu. Irida ngjeu një reketje alarmit I kalonte ne për shpine,
për mbajti ketesine. Si që kishte bere gjithmone para situatave delikate gjatë gjetes. Kam punuar në shumë shtepi familjare gjatë viteve, zonë gjushe. Njeri u meson të përshtatet me mjedisin ku sherben. Larisa e paper disa sekondat e gjera. Sikur perpikete zgjidte një enigme ke nuk kishte sens të ploti. Para se të tunte kokën të te vazhdonte rrugën e saj, duke e humbur me sa duket interesin. Kujdes mos u futati ku nuk të takon, tha mbi supe, me ngjeton ke perziente para lajmerimin të perbuzjen. Une i vere të gjitha, gjerat kë ndodhin në këtë shtepi. Irida vazhdoi nusen e ardhshme të largohej drejt kopshtit, me fustanin ke valevitej dhe floket e reguluar në mënyre perfekte, ke shkelkenin në ndjellin e mëngjesit. Kishte, pa dishim, nje inteligjense të emprete, pas asaj bukurje të kultivuar. Larisa nuk ishte budalake larga saj. Ajo i vintere detajet i maste njerezit i logariste reziket. Të roshta ishte pikarisht ajo inteligjense. E kombinuar me mungesen e të hemshurise ke Irida kishte dashmuar tashme në rastet e ndryshme, ka i bente gjithçka, idhime të rrezikshme. Duhejta ishte idhime e kushdeshme prej ketege tutje. Por duhej, gjithashtu, të vazhdonte deri në fund, sepse çdo ditë që kalonte konfirmonte që dishimet, e saq filestari nuk ishin frit, i një gjikimi të engsituar, por i një intuite në neke, ralle here gabonte. U kthite punet e saj, por biseda me Rafaelin vazhdonte të ushtonte në mendjen e saj, ndërsa paloste qarqafet. Atigi mungonin ke shillat i nënes. Kishte thene, pa e imagjinuar kë vete nëna e tij ishte pak metra larg, e maskuar, duke dëgjuar çdo fjale. Kishte një ironi të dhimbshme në atë situate, një përzierje afersi dhe distans ku i shtrengonte gjoksin Irides me shume, se çdo poshterim ke mund të pesonte si zile. Në ati njajten kohë, sto fraze e thene prejtaj, sto gjest miresi instinktive rikonfirmonte sigurine se kishte rritur një burre me zemër të mire. Një burre kë meritonte të mbrohej, nga ajo ke ende nuk arrinte ta shihte me kartesi. Mungonte vetem durimi. Dhe ndoshta një shtise e fatit kë e verte të ambi Larisa andonin të dilte me në fund, në drite para tek gjitevi. Rutina në vila e blinjve. Vazhdonte ritmin e saj dhe bashke me të rriteshin për gati gjet për festën e madhit e fegjeses, te kaktuar për të ndodhur pas pak gjavesh. Cadrat i bardha filluan të montoheshin në lendinën kryesore. Një piste kercimi prej druri u instalua prane terrases, dhe një ekipën drisimi kalon të ore të tëra duke testuar efekte, drite kia e paskiroheshin në ugjerat e pishines, si kur të ishin i gjeke bjente kapur në toke. Larisa dukej se gjetonte në një gjendje tensioni të përhershem, duke kalkuluar në përprone me një blok në dore, duke korrigjuar çdo detaj me një kërkese ke kufizohej me obsesionin. Asgjë nuk dukej mjaftueshem mire në syta e saj, lulet ishin gjithmonë të gabuara. Takemet kure nuk ishin mjaftueshem të ilustruara. Muzika e zgjedhur nga organizatori duhej të ribehaj. 3 herë derisa të kenak të shigjen e saj të rafinuar. Irida, këtashme ishte mesuar me ritmin frenetik të ashtapisej. Vezgonte gjithçka me nje përzierje lot gjegje dhe vemen gjegje të ashtuar. Nje pas dite, ndërsa ndihmonte në organizimin e karrigeve të sales kryesore. Deshmoj nje skeni kue e la me gjakun ko i zjente, ndonesim bante. Si gjithmone, shprehjen e kete të ziles. Organizatori i punesuar, një burre me përvoje i kvajtur Roland, po i prezentonte Larises opsionet finale të dekorit për harkun ku qifti du të priste urimet e teftuarve. Larisa pa e vleresuar fare punen me vemendje, rudi hundet. Kjo duket si dekorim i një feste ditelingjeje femijesh, ta ajo e shkujdisur, ti nuk ke kuptuar asgje nga ajo ke kerkova. Zongjusha Larisa, kemi ngjekur saktesisht referencat koe gju derguat. Atë hereti nuk di të interpretosh referenca, ender preo ajo me zerin ke po ingrihej. Sincerisht, nuk e di pse vazhdoj të paguaj për një shërbim ak medioker. Ribejë të gjithhen deri në ser, ose du të kërkoj një profesionist që të ke vertet di të punoje. Rolandi, dukshem i vene në siklet para punonjësve të qere të pranishem, po hoj në heshqe dhe filojtec monton të ore të terapune të kushdeshme. Iridan gju një dëshire po të vajse të pa kontrolveshme për të ndërhire,
per t'i kushtuar Larises se ekzistonte një kufi midis kërkesës dhe mizorise. Por u përmbajt, duke I kushtuar vetes, edhe një here, rolin që duhej të mbante deri në momentin e duhur. Ishte suela ajo që ju afrua me pas, ta digja duke u hekur sikur por I organizonin mbulesat e tavolines, per të komentuar me zete ulet. Kurre nuk kam pare dike ti traqtojgje njerëzit keshtu para se zoti Rafael të hinte në gjetani saj. Kur dilnin fshehurazi, ajo ishte që tjerë, shume me simpatike me të gjithe. Ti mendon se ajo ka ndryshuar, apo ke thjesht po fshihte se kush ishte një të vërteti. Pjeti Irida, kurioze per perspektiven I asaj që punonte në shtepi prej ak shume e kohesh, Suela u mendua per një moment, duke palosur një pesete me kujdës para se të përgjigj. Mendoj se njerëzit nuk ndryshojnë idhi ak shume e zile. Mendoj se ne thjesht vonohemi të shohim se kush kanë keni ata vërtet gjithmone. Ti ajo, sa me afer shkon drejt asaj ke kërkun, ak me pak I intereson ta fshehi. Hajo fraze mbeti duke ushtuar në mendjen, e Irides per pjesen qeter të ditas. Kishte urtesi të tjeshta, por të sakta, ne fjalet e Sueles. Një urtesi kë shpesh u shpeton të pikërisht atyre kë, të verbuar nga dashuria, ose nga nësitimi per të besuar me të mirente njerëzit. Preferonin të mos I shihnin shenjat e karta. Atena te, ndërsa ndihmonte në rregullimin e tavolines së darkes formale kë, Larisa kishte organizuar per të impresionuar disa të afer me ndikim të Rafaelit, Irida dashmojnë gje qëtir episod zbulues. Nusqa e re, kur vuri re, se nga gjatat e sherbira nuk korespondonte saktësisht me ate kja I kishte, kërkuar shefit, tiri marten para tek gjithe të ftuarve dhe e kortoj ashper, pa u shketesuar per sikletin ke po shkaktonte. Rafaeli, I ulur në tavoline, mblodhive tullet lehte, duke u dukuri pare hatëshem me skene, por nuk tha asgje, ndoshta per të mos krigjuar një klimet te keke para te afermve, ndoshta sepse ende nuk arrinti të pranonte me vete se diçka ishte tellesisht gabim me gruan ke kishte zgjedhur per tu martuar. Irida duke veçguar gjithçka nga një koshe diskrete e dhomes, në gjoksin ti shtrengohej nga shketesimi. Koha po mbaronte, dhe ajo ende nuk e dinte saktesisht se si dhe kur du ta zbulonte të vërtetën ke mbante. Por një siguri rritej brenda saj qërudite. Kur momenti të vinte, du te ishte e pamundur per që du person të pranishem, te ingjoronte atë kë vërtet ishte në logje. Pasi të eftuarit u largën të shtapja me ne fonduke tesua, Irida ndihmoj mërten të mblir të gjata të kuzines, të digja ne heshtje, të lodhura nga dita e gjati. Vurire se duar të kuzinires dridheshin lehte, ende të tronditura nga kortimi publike kishte pesuar ore me pare. Mos e vrit mendjen zili, tha Marta duke u përpjekur të duke e forte. Jam mesuar tashme. Keshtu funksionon kur punojme per njerëz të pasur. Durojme sepse kemi nevoje per punjen. Askush nuk duhet të kete nevoje të duroje poshterimin per të mbajtur një pune. Marta, u përgjigj Irida, me një vendosmeri kë shpetoj per një moment nga maskimi I lodhur I zyles. Ti e një profesioniste e shkelkjer. Pjata e sotme ishte hinore, unë e vete e provova një kopez në kuzine. Marta buzekeshi, e prekur nga miresja e papritur, dhe te rigja mbaruan sherbimin najnë bashkepunim të heshtur kjerrite I qarurit e mestajre. Irida, duke fikur dritat e kuzines para se të terhikej, mendoj se sa Marta, sa Gjergje, sa Patricia ekzistonin të shperëndare në pea, ak shume shtëpi të pasurat e vendit. Duke duruar në heshtje trashtime ke kurre nuk duhet ti pranonin si normale. The mendoj gjithashtu, se ndoshta misioni I sajati nuk ishte vetëm të shpeton të gjallin nga nje martese e gabuar. Por e rritu gjep të ze, ndone se ne menire diskrete. Tek gjithe atyre ke rale heret dag gjoheshin. Njëgjave para festes, vila e blinjve mori një vizitete papritur kë e potuaj se rezuaj tek gjithe maskimin, e kujdeshem ke Irida kishte mbashtur deri atëhere. Zonja Teuta, një majkeshe I vjeter e hershme, I familjes Vila, mberiti pa paralajmerim per të dorizuar personalisht një durat e fegjese, duke përfituar ke po kalonte nga zona e malesise rruges per në një hotel, ku du të kalonte fundjaven.
Irida e pate i zbriste nga makina nga dritargja. E dhome se robave dhe zemra pothuajse i ndalui. Teuta kishte kene shokgja, e i ridesne takimete panumerta bamiresje, mbledhje sociale dhe, me i rendesishmgja. Kishte deshmuar personalisht disa prezantime kercimi kë Irida. Kishte bere dekada me pare, më gje para se te ngjite Aurelin, nese dikush mund të ngjite, edhe nen ate maskim te kujdesem, agjo do te ishte tyta. Dajhet te shmang krikezi min me te. Peshperiti Irida me vete, duke u fshehur me naksitim në kilarin e pasme, larg hirjes kryesore. Kaloi gjite pas diten duke gjetur dhe tira në pjesen me te larget të prones, duke shmangur qdo afrim me salonin e pritjes ku teuta bisedonte, me gjalleri me Larisen per përgëtitjet, i ngjarjes se mate. Per fat, Rafaeli ishte në një mbledhje biznesi gjashtë kytitit, gje këtë paktan i kurseu Irides nevojen per të shmangur di rezike në të njëjtën kohë. Ishte suela gjoke, pa e ditur rezikun real kë përfaqësonte, pothuajse e dorezoi situaten. Zile, hajde këtu te ndihmoshte shërbeshme kafene per viziten e zongjushes Larisa, thiri ekonomia, duke gjetur Iriden të fshehur pas sere seluleve. Po mbaroj një pune këtu zonja Suela. A nuk mund të shkoje Kristina? Kristina eshte e zene me lavanderine. Hajde shpejt, nuk du të vonoje. Pa alternative. Irida vendosi sajzet i trasha me shume sigurim bihunde, kerusi edhe me shume shpatulat të ndoki suelen derine salon, me zemren ke i rrite ak forca kishte frikesi dute degjohe nga di grate e ulurane divan. Shërbeu kafene me duar paksa dridur, me si te ullur, duke shmangur qdo kontakt vizual direkt me tëtën, e cila bisedonte e shpendare per kushtimete vjetra me Larisen. Edi Larisa une kam njohur një grua madheshtore. Dekada me pare. Ke kercente si pak njeres ke kam pare ne gjetan time, komentoi teuta, pa e imagjinuar efektin ke fjalet e sajdu të shkaktonin të punon gjesha ke terhikej diskretisht nga dhoma. Njemi ke she e shtrenjte. Fat ke kesisht ajo eshte zdukur pak nga gjeta sociale kohet e fundit. Sa interesante, u përgjigj Larisa e mërcitur me shume e interesuar per telefonin e saj sesa per biseden. Ede une gjam një kerqimtare e shkelkjer, a e dini. Kam fituar ma gjenje konkurs kerqimi në gjimnaz. Irida, tashme pothuajse duke dale nga doma, per mbajshtin gje buzekeshte ironike para krahasimit kesharak, kej Larisa kishte bere, pa e imagjinuar ke po agjo majkishe madheshtore, i përmendur nga teuta ishte pak metra larg, e maskuar duke shërbyer kafe. Shpetoj per pak nga agjo vizite. Disa po teuta u përshëndet ore me vone. Irida i legjoj vetes një psheretime të thelle lehtesimi, duke u strehuar në domen i vogël të shërbimit, per të ketesuar nervat e tronditura. Ishte vetëm naten, gjate darkes se shërbjer per Rafaelin dhe Larisen vetëm në balkon, kë Irida dashmoi një qeter moment zbulues. Duke kaluar diskretisht në koridor me një pirg robash të palosura, dëgjoj Rafaelin të komentonte, me ton shketesuis. Mora një ankese sot nga Rolandi, organizatori. Ta se ke kene mjafte ashper me te pargje. Oj Rafael, mos e exagero, u përgjigj Larisa, me një të keshur të lehte, pothuajse shper filese. Une isha vetëm kërkuese sepse dua ke gjitska te dale perfekte perne. Ti e disa perpikem kje kjo feste të gjete e paharrueshme. E di zemer, por njerezit komentojne. Edhe suela permendika ishe, i tjerë me marten para të eftuarve. Kaz këta njerez exagerojne qdo gje, tha Larisa, duke prekur lehte krahunit izme një perket helgjet e logaritur. Ti menje, une kurre nuk du të isha e padrejte me dike pa arshi. Ndoshta kam kene vetëm pak me e prerese qduhej, por kjo eshte sepse me intereson shume per tite perkete familje. Rafaeli u duk perkohesisht i kena kur me shpjegimin. Por Irida duke vezguar nga larg, por i rehigjen kalimtare të dishimit ke per shkoj fityren e gjallit para se ai ti buzekeshte mbrapsht nuses. Ishte pak, po tuajse e padukshme, por ishte një filim. Qargjet e para po shfakeshin në si per faken perfekte kë. Larisa kishte ndertuar me akuqdes, dhe Irida e dinte se i duhej vetëm durim ka ato qargje, përfundimisht, të beheshin të pamundura per tu ingjoruar.
Qyter hok në dhomene shërbimit ate, në te duke mbartur din gjesi kontradiktore. Nga ngjera ane, lehtesimi për të pasur shpetuar për pak nga njogja prej qytes, që mund të kishte shkaterruar muaj planifikimin e pak sekonda. Nga ana qeter, gjë shketesim në rritje duke venere se si Larisa menakshon të fjalet me ak shkathëtesi, duke shënderuar që do kritike në prove për kushtimi dhe dashurie. Nuk do të ishte lehtësa të bingje Rafaelin për të vërtetën vetëm me të regjim të qireve. A i du të duhaj të shihte me si të e ti, pandermjetes, karakterin e vërtetet e gruas que sinon të merte. Te kjo, Irida e dinte, du të kërkonte një moment vendimtar, publik të pamundur për të anashkaluar me justifikimit e miremesuara. Ndoshta ai moment ishte me aferse Saggio e imaginonte. I fshehur midis përgatitjeve finalit të asaj, feste që po afrohej me shpejtë si një tren që nuk du të kthehet mbrapsht. Në e prag të feste se madhe, vila e blinjve dukej se merte frime me njerit em të përshpajtuar. Sadrati bardha ishin tashme plotesisht të montuara, lendina i këthur në mënyrit e persosur, të kindra dritat e varura midis pëmeve prisnin vetem renjen, e natis që të për të ndizur në një spektakel, që Larisa kishte planifikuar me imtisi, për të impresionuar të eftuarit me mendikim të rjetit të saj social. Irida kaloi gjithë ditën në përfshire, në përgatitjet të fundit, duke ndihmuar në ilustrimin e takemeve prej argjendi, regulimin e luleve të organizimin, embulezave të tavolines, kedo të embulonin djetera tavolina të vogla të shperndara në per kopsht. Lodja fizike, me gjithate, ishte me e vogel krahasuar me peshen emocionale që mbante me vete që kur kishte vendosur të nisej në ate mission. Najten, pasi të gjithë punon gjesi të qere ishin të arhekur tashme, Irida mbeti e vetme në balkonin e pesme, duke vezguar dritat e kitetit që shkelkenin në largesi. Midis mjegulles që zbriste e mbel nga mali. Ishte ati, në ate moment vetëmi e të heshtur, kjo i legjoj vetizme në fan të reflektonte. Ambik gjithska kje e kishte sjelle diri në ate epike. U kujtua per Aurelin, per mënyren e këte dhe të vendosur me të silen a i drejton të bizneset i familjes. Gjithmone duke respektuar që të punon gjë sikur ta ishte pjese e një familje që të madhete i zgjeruar. Ishte ajke, dekada me pare, e kishte bindurat e të tërhikej nga konkurset e kersimit. Gjo nga egoizmi, por nga ngjeda shurie sinkerte që kërkonte, të ndjerton të prani saq diçka me të përhershme si sa duar troki gjet të trofete. Të i mund të vazhdush të kërcesh për mua për gjithmone, pa pasur nevogje për publik. I kishte thënë ai, në të enkuragjo kishte njoftuar vendimin i saq për të leni skenat përfundimisht. Dhe kështu kishte keni, per dekada, Irida kërcen të vetem për te, në dhomat e zbrazetat e shtepize. Në përvjetoret e marteses, në momentet e rallat e relaksit midis mbledgjeve dhe udhetimeve të biznesit, kur Aureli u largua para pak me shume se 5 vitesh, duke marre me vete ate publik private të devotshëm, Irida ngjeu se një pjesë e rendesishme e identitetit të saj gjithashtu ishte zbehur. Ruashti puplat e kërcimit në kutine e drurit, mbuloj trofeon me pelhuren e kadifese. Dhe lejoj ke kërcim da gjabrenda sashte dremitej serish, ke te here ndoshta per gjithmone. Deri tani, njësur me hapashe berit e këtehej, dhe gjeti Kristinën duke u afruar gjithashtu e pafte per te fjetur, per shkak të angtit natyrel ke paraprinte një ngjarje të madhe. Nuk teze gjumi asti zajle. Pjeti e regja, duke u ullur pranë saj në balkon. Kokjen plot me mendime bigja ime, puna një rezisht të moshuar. Nëse du të gjete një dite e vërtete, komentoi Kristina duke pare sadrat e ndrisuara në largesi. Kam dëgjuar se zonjusha Larisa ka punesuar edhe një grup live për të luajtur pas darkes. A gjota se du të kërseje për të eftuarit, të tregogjesa e mire ishte në kete. Irida ngjeu një teftote ti kalonte në per shpine, nje intuite që nuk dinte ta shpjegonte plotesisht. A gjo kërcen mire. Lagditatem nuk I kam pare kurre. Por a gjo jeton duke folur per kette, duke të nese askush ketu nuk du të ishte në gjengjet e kërcente me mire se a gjo. Mendoj se kërkon ti impresionoje të gjithë nesir. Hajo informate mbeti duke ushtuar në mendjen e Irides per pjesën qiter të nates, duke u perzier me kujtimet e Aurelit,
me mesimet e vjetra të mjeshtrave të kërcimit kë i kishin formuar. Me trofete i ruashtur prej akshume kohesh ne e resiren i dolapit. Kishte diçka poetike, po thuajt se të parakaktuar, ne koincidencen e ati gjënjoftimi kjesh fakejgj saktesisht ne prag të nje feste ku agjove te do të ishte e pranishme, duke vezguar gjithska ne heshqe, si që kishte bere gjatë ditëve të fundit. U përshëndet me Kristinën pak me pas, duke u këtjer ne homan e voshel të shërbimit, por gjumi u vonua të vinte, e shtrire në e resire, i ridan gjë, per here të pare, ke kur kishte mberitur në vila e blingjve. Nje shkendigje të diçka që këprej kohesh nuk i provonti. Nje vullnet po tuajsi të pa kontrollushem per tuk thjerë të kërcenti, gjo per kotesi apo dëshiri per njogji, por si forme per te nderuar gjithçka, kë kishte sakrifikuar gjatë i gjitis. Të ndoshta, kush i di, saj forme per të mbrojgjë turme në fën gjallin, nga kur thi kjo po ngrihejgj para sajvet e te, pa arrituraj të shete me kartesi, ngrit ne heshqede e si drejt valikses, se vogel kë kishte shgjele me vete, e fshehur në fën të dolapit. Ati midis robave të thjeshtat e disa sendeve personale, kishte ruajtur, pa i treguar askujt, një palet e vet me pupla kërcimi. Gjo ato të vjetrat, të nëngrena nga koha, por një palet e regja ke kishte blere para se të linte shtepine e saj, si dikush ke mban me vetën gje shprese të per diskrete per të pranuar me zeta larte. Imbajti per një moment të gjati midis duarve. Duke ngjere pelhuren e bute kunder lekuris se rudhur, të mendoj si se vite kishin kaluar ke nga hera, i fundit ke kishte ngjeri atë teksturi para ngjesh fakgjegje. Hiruashti pupla cerish, pa editur endene se do të kishte guksim të vishte publikisht, dhe u kthjene krevat, me zemren e ndare midis frikes per të ekspozuar identitetin e saj të vërtetet e dëshires se zjarte per të mbrojtur me në fund familjen kë kishte ndertuar me akshume sakrifice. Familisite, duke kërkuar gjumin kë insistonte të ikte, dhe lëgjoj ke nje kugjtimi fundit i Aurelit të shokeronte deri në agim, buze keshgja e tij krenar, duke duar trokitur i vetem në domen e zbrazet, duke thene se agjo ishte, dhe do të ishte gjithmone, balerina me e talentuar kësite e tij kurre nuk kishin pare. Tajta e festi se ma reagoj me nje kiel blute per susur, si kur vete natyra ta kishte konspiruar në favor të planeve të imtesishme të Larisa Andonit. Kjo nga oret e para te mengjesit, vila e blingjve zjente nga aktiviteti. Luli shtaret duke dhene prek gjet e fundit regullimeve. Tekniket e zërit duke testuar pagjis gjet kedu të amplifikonin muziken në të gjite pronen. Dengje ekip makijazhi dhe flokesh i instaluar në njeren nga domat e mikve, ekskluzivisht per të pergatitur nusen. I rida bashke me punongjesit e qere, veshi uniformen i rezervuar per ngjargjet e medha. Një kemishe të bardheti hekurosur të nje fundet tezi diskret, të plotesuar nga nje per parese, kefshite edhi me shume figuren i saj midis ditit të shërbetorive kedu të karkulonin duke u shërbier të eftuarve. Ndihmojnë organizimin e tavolinave të fundit. Verifikoj vendosjen e takemeve prej argjendi, dhe në fund mori udhezimet nga suela se cili do të ishte posti i saj gjate priqes, do të kendronte prane e zone se pigjeve, duke ndihmuar kamarieret kryesore. Ndërsa pasdiqa per paronte, teftuarit filuan të amberinin në nje vargën breselenes makinash luksoze. Si per marres të njohur, personalitetet të shokerise se lartet e tiranes dhe duresit, influensues digitale kjo e Larisa kishte merak, ti theksonte në rjetet saj sociale. Dhe natyrisht, te afermit me te afert të Rafaelit, perfshire kusherinj, dhe ksaksallare ke irida ingjihte nga larg, duke u detiruar të shmang të shikimin shpejt per të shmangur që do njohqe të padeshiruar. Kopshti, i transformuar plotezisht, duke i si i dalenga nje reviste dekorimi. Tavolinat e dekoruara me mbulesa liri të bardi, kendra tavoline me trenda fila të importuar, drita të varura midis pëmeve kë, me renjen e nates, do të kryonin një efekt magjik mbi të gjite pronen. Nje grup live, i pozicionuar në një skine diskrete prane pistes se kërsimit, akordonte instrumentet, duke pritur momentin per të filuar kolonen, zanore tenates. Rafaeli karkulonte midis teftuarve, duke marre urime dhe pergezime,
me buzekeshgjen I sinkertet e dikuq ke dukej. Per kohesisht, si po harronte tek gjitha shketesimet, I vogla ke ishin grumbulluar në gjavet I fandit. Prane tij, Larisa shkelkente fjale per fjale në ndritat ke agjove te kishte siguruar, e veshur me një fustanta gjate te arte, ke pas kironte dritan e perendimit, me floket I mbledhyr në menyrete persosyr në një topuz elegant te zbukuruar me kristalit e vogla. Jama ke lom turka erdet. Toshte ajo vazhdimisht, për çdo grup të erit eftuarish këmberinte. Gjithmonë e shokeruar nga një fotograf personal kë regjistronte, çdo kente persosur për postimet I saq të ardhshme. Pas darkes të shërbia me saktesi, të persosur nga ekipi I shtepise. Organizatori Rolandi njoftoi fillimin e ballos, duke ftuar çiftin për të hapur pistën I kërcimit me këngën e pare të nates. Rafaeli dhe Larisa kërcien një valste tjeshte, të ushtruar me naksitim në javete e kaluara, duke mariduar trokitje të ngrota nga të gjithet e pranishmit. Por ishte me pas kur grupi ndryshoi ritmin në gjë muzike, me të gjale, kë Larisa vendosi të merte kendrën e vëmendjes plotësisht, duke u leshuar nga krahet e Rafaelit, filloi të kriente një sekuense hapash kartisisht të ushtruar, duke levizur trupin me një besimke ku fizojq me shfaqjen e kelimshme. Duke shkaktuar duar trokitje dhe fishkelima entuziaste nga publiku, I dihur prejt shampanjes dhe admirimit. Mendon dikush ketu se mund të kersegje me mire se june. Bertiti agjo në mes të pistes, duke u rotulluar me një buzekeshje triumfuese të stampuar në fityre, me krahete hapur sikur sfidonte të gjithje publikun e mbledhur. Di shoj shume, të eftuarit keshen, duke duar trokiture dhe me shume, disa duke bertitur levdata të exaggeruara per teknikën e saj të persosur, të talentin e saj të lindur, ndërsa Larisa Kenakej, me çdo sekonde të asajve me ngjegje ku e konsideronte të merituar dhe të padiskutueshme. Irida e pozicionuar diskretisht pranë zones së pigjeve, vezgonte gjithçka me një shprehje me kushtes neutrale, ndoni se per brenda ndjente diçka të leviste, një kushtim të vjetër ke zgjohej nga një gjume, I telle para asaj shfaqjegje të kotesi se shfrenuar. Këmbet e saj, putuaj se me vullnetin e tyre, filluan të shenonin embel ritmin e muzikës kunderdishe me se prej druri, një gjest ak delikat sa askush rreth saj as nuk I vuri re. Nuk e dinte ende, në atë momente sakte, kënata e saj ishte gati të merte një kthesje plotësisht të papritur. Nga ana tjetër e pistes, Rafaeli duar trokiste nusen me një buzekeshje disitës forkuar, duke pare rreth e rotul per të verifikuar reagimin I teftuarve me të rendes I shem. Vesan e rishta disa ortakeve kë I kishte kultivuar me kushtes prej vitesh. Furi re me një shketesim kë preferoj të mos e shkirtonte në atë moment festiv. Se si Larisa dukesh me shume e interesuar per të provuar superioritetin, e saj se sa tjesht per të festuar dashurine kë I bashkonte. Ishte një si kalimtare, shpesht e mbitur nga zeri I muzikës dhe nga shkelkimi I dritave, por ke linte me gjithate një mbedje shketesuese në ndonjë koshe të ndërgjegjes se tij. Marta dhe punon gjësite e gjere shkembenin shikime diskrete nga një koshe, në gjatren të kopshtit, duke komentuar në peshperime per shfaqjen e exaggeruar të nusis, ndërsa gjergji per gjegjes per të vezguar dritat e kopshtit atë nati. Thjesht ton të koken, duke murmuritur diçka per se si disa njerëz nuk e dinin kur e kur të ndalonin. Suela, e vëmendshme ndaj çdo detajit të organizimit, ju afrua Irides per një moment të shkurter, duke komentuar me zete ulet kënata premtonte ende shume surpriza, pa e imagjinuar sa shume fjalet I saj du të ishin profetike. Muzika vazhdonte të luhej dhe Larisa, ende në këndër të pistes duke e vendosur të zgjaste, sa me shumë atë moment lavdi personale, kreu edhe disa hapa të ushtruar, duke naksgjerre pshiretim atire gja admirimi nga publiku, derisa sita e saj, duke përshkuar të eftuarit në kërkim të me shumë vëmendjegje. Rani rastesisht ambi figuren diskretit a Irides, të ndaluar prane tavolines se pigjeve, me kembet ke ende shenonin embel ritmin e muzikes pa e kuptuar a gjovete plotesisht. Diçka në atë levizje delikates gjoj vëmendjen, e mprehtet e Larises, gjithmone ne kërkim të do mundesie per të perforkuar pozicionin e saj të spikatur. Hejti, zonja ati e ekipit, thirri agjo,
duke treguar direkt Iridan, me zerin e saj ke mbarte ton argeti mitales, ke menge heri terhoki shikimet kureshtarit e të ftuarve me te afert. Te pashe duke le kundur kem ben ati. Edheti te pelken të kersesh. Njehesh gjevenesën e siklet u instalua midis punonjesve te afert, të gjitheteve tedi shem se sto pergjigje monta, ishte rrezikshme para temperamentit të paparashikue shem të nusis. Irida, duke ngjere djetjera si tek të heshin në drejtim të saj, hezitoj per një moment, duke konsideruar mundësine per thjesht të mohonte hites dukesh diskretisht midis higjeve të kopshtit. Vetem po shijoja muziken zon gjushe. U pergjigje me zërin e ngjirur karakteristik të ziles, duke u perpjekur të shmang të femengjen, por Larisa e përfshire nga euforia e spektaklit të saj të ndoshta pak indikuar nga gotat e shampanjes që kishte pire tashme. Nuk ishte e gatshme të alin të timen të vriste ati. Saj mos u besh modeste, insistuaj, duke kur disa hapan e drejtim të Irides, menge buzekeshje menge madhe ke luante në buzet, e saj të ljer në menire të persosur. Hajde, që dokus ke tu meriton të argetohet pak, ve bast ke zonja kure nuk ka kersieras gje perveç, ndonje valehe popullore dazme. Te ke shura nervoze ushtuan midis disa të eftuarve. Te pasigurt nëse duhet, te ke shnin me shakane apo të ndiheshin të shketesuar nga talgja, e dukshme e drestuar ndaj një punon gjesegjet e mushuar. Rafaeli, duke vezguar skinin nga largë, mblodhive tullet, i sketesuar, por ende pa e kuptuar plotesist. Rendesina i ati momenti ke po zvillohaj parasive të tic. E dini diçka, vazdoj Larisa e përfshire tani nga nje ide ke dukej se e kenak të telesisht. Lete bejmenje logje, nese zonja arrin të kersegje me mire se une, para të gjiteve ketu, une paguaj nje milion leke. Saktesisht, nje milion leke, ketu ditani. Por nese une fitoj, siç eshte e karteke do të fitoj, zonja do të duhet të pranogje. Para të gjitheve, ke une i gjami pamposhtur. Propozimi, i tene me njeton shakagje të shkush desur, por i ngarkuar me nje për buzje të kik maskuar për gjen, e thjeshte të punongjesis ke sfidonte. Shkaktu i nje për zjergje të ke shurash dhe murmeri që shmidis të pranishmeve. Disa teftuar filluan të filmonin skenen me celulare, duke ngjeri si diçka e paharrueshme, ose vene se ne siklet, ishte gati të ndodhte. Suela prane ati, ju afrua Irides me nje peshperime urgjente. Zile nuk ke nevojë ta pranosh kete. Ajo eshta edhe hurde po treghet mizore. Askush nuk do të tek gjikoje nëse thjesht largohesh nga ketu. Irida me gjit hate, anju diçka të ndizej brenda saj, gjefla ke kue kombinonte de kara trajnimite, shtipur me nje indingjate në rritje para mizorise falas ke kishte, deshmuar vazhdimisht në ato gjavit e fundit. Mendoj për gjergjin e poshteruar në kopsht, për marten e kortuar para tiftuarve, për Rolandin e detiruar të ribente ore pune për tekat e pastra. Mendoj gjithashtu për Rafaelin dhe për martisen ke po afrohesin gjetren pa frena. Ngriti site, duke pare Larisin direkt për herit e pare ke kur kishte mberitur ne ate shtepi. Të diçka ne kendrimin e saj ndryshoj saktisisht, po tuajse e padukshme për kedo ke nuk kushton të shume vëmengje. Shpina u drejtua disa centimetra, mjekra u ngrit me një dinjitet të vjeter. E pranoj sfiden dha agjo me një ketesi të këtjelet ke surprizoj vete Larisen për një moment të shkurter. Një murmeri që habje peshkoj publikun. Larisa momentalisht e kapur në befasi nga pergjigja e papritur, rikuperoj shpejt buzekeshjen mendjemadhe, duke bere shenjë drejtuesit të grupit. Perfekte, luani diçka të gjale, diçka këte tregogje teknike të vertete. Ërderoj duke u këtjer nga teftuarit më një shkelgje siri besimplote. Përgatituni të shihni si kersehet vertet njerez. Grupi ndjerroj partiturën, dhe akordet e paratie nje tangogje instrumentale filluan të mbushnin ajrin e natës, duke përfshire të gjithë pronen në nje tension elektrik kë askush i pranishem nuk do të harron të ak shpajkt. Irida mori frimet helle, duke njere zemrën të rriti fort, jo me nga Afrika, por nga një parangjenje ke nuk i provon të prej dekadash. Hoki nga dale per paresen, ke mbante per mbi uniforme, duke i adorizuar Kristines, e sila vezgonte, skenen me gogje hapur, e pafte per të besuar atë ke ishte gati të deshmonte.
Eci drejt pistes prej drurit e ndrisuar, hapat i sajmi të forte në çdo meter të përshkuar, sikur vetëj trupi i dremitur perak shumë viti, filonte të zgjohej nga ngjegjume i gjate. Rafaeli i konfuzuar me rrjedhën e papritur të ngjarjeve, u afrua neskajt e pistes. Kuresht ardhen e të ngjajten kohë i shkëtesuar për situatën e sikletshme kë nusja e tij dukej se kishte krigjuar. Të ftuarit formuan një rreth të gjere rreth hapesires se rezervuar për kërsimin, celularete në ngrityr, për shperigjete pritshmerise kë rridnin nga tavolina në tavoline. Askush nuk e dinte saktësisht çfarë të priste nga ajo zonjë me floke të bardhe dhe këndrim të thjeshtë. Por të gjithë e ngjenin në ajrin e ngarkuar të asaj nate. Kjo diçka e gjashtë e zakonshme ishte gatite e zbulohej para sive të tyre. Larisa hyri e para në piste, duke u lëvizur me besimin e dikush të tashme, e konsideronte fitoren të garantuar para se të filonte. Kreu një sekuense hapash teknike, të mesuar në mesime private kë ajo kishte merak t'i permente në agjetet e saj sociale, duke marrë duar trokitje të shelshme nga të ftuarit kë, ndonese të impresionuar me shkattesine e saj, duke shin me kureshtare per atë kë konkurencja i surprizes du të kishte per të treguar. Kur mbaroi prezantimin e saj, duke marrë duar trokitje të ngrota kë ajo i perpiu si dikush kë me rëngje fron me të drejtë lingjegje, Larisa u largua ne anë të pistes, duke krikezuar krahet me një buzekeshje fituese, duke pritur ke irida tjesht të dorezohej para krahasimit të pamundur. Por irida nuk u dorezua. Beti e ndaluar në kender të pistes për një moment, me si të embilur, duke marrë frime të lendjarsa hirja e tangos mbushte ajrin e nates. Dhe pastaj, në momentin e sakte, kur melodia mori forse, trupi i saj filloi të leviste. Ajo që ndodhi në minutat në vijim, e la të gjithë publikun në heshqe absolute, një heshqe që shpesht u shënderua në murmeriqe habjeneriqe. Levizjat e irides, larg ngurtesi se ke mosha e saj suggeronte. Ridnin me nje saktesi mbresele nëse, që do hapi logaritur me dekada per vojet e akumuluar, që do rotulim i kriar me nje lehtesi ke dukej se sfidonte vete ligjete fizikes. Krahet e saj shtriheshin me nje elegance teatrale. Kembet e saj reshkisnin në pistan prej druri si kur kercenin e mbire, dhe fityra e saj, dikur i fshehur pasizeve të trasha dhe një shprejgjeget e lodhur. Tani ndrisohej me një pasion përfshires, që transformonte plotesisht pamgjen e saj. Të eftuarit, me gogje hapur, filluan të duar trokisnin spontanisht endin e mes të prezantimit, disa duke u ngritur nga kariget të qere duke registruar qëtu sekunde me celularit që u dridheshin nga emocioni. Grupi, duke venere madheshtine e momentit, intensifikoj muzika, duke ngjikur ritmin e persosur të shenuar nga hapat e sakte të asaj zonjë që pak minuta me pare ishti trajtuar me përbuzje detalje. Rafaeli, ndaluar në skajt e pistes, në gju diçka të leviste thele brenda gjoksit. Kishte diçka në atë këndrim, në atë gjest specifik të ngritjes se krahut të gjatte ndërsa rotullohej mbi këmbet e veta. Kjo i zgjonte një kushtim të larget, po thuajse të harruar, të famigjerise e sejtaj. Mbloti sita, duke u afruar një hap, duke u përpjekur të kupton të ngjesine, e huaj të familjaritetit që rritej me qedo levizje të krijer nga kërcimtarja misterioze. Ishte kur irida, në kulmin e koreografise, ngriti fytyren direkt në drejtim të tij, syta e saj duke shkelkjer me një intensitet kë ai du të ngjihte në çdo vend të butes, kë e vërteta me në fund shpertheu përmes të gjitha shtresave të maskimit të ndërtuar me kujdes. Mami, fjala shpetui nga buzete e Rafaelit pothuajse pa, e venere ai vete. Fytyra e tij duke u transformuar në një përzierje mos besimi, shoku të një emocioni përfshireske e la te paralizuar në vend. Heshtja ko pasoj ishte absolut. Muzika arriti në fundin e sakte në atë moment, si kur vete fatita kishte orkestruar koincidencën e persosur, dhe irida, ende në pozen finalet e prezantimit të saj, me krahet e shtrire dhe gjoksin kja i gufonte nga kërcimi intensiv, përgjallin me sajti e mbushur me lotta mbashtur prej gjavesh. Dhe po biri im, u perg gjigj ajo me në fund, zeri i saj duke rifituar timbrin e vertete, të këtjelet hete forte, plotësisht të ndryshem nga peshperiqa, i ngjirur që kishte mbashtur gjatë gjithë asaj kohe.
gjam uni. Nena Gjoti. Një kort të rëgjeshte shokuara përshkuj të gjitë të publikun. Larisa, kë kishte ngjekur të gjitë prezantimin me shprehjen ke gradualisht, transformohej nga perbuzjan e mosbesim, tani zbehej dukshem, me gojën gjisme të hapur, e pafte për të formuluar asnjë fjale para zbulimit trondites. Kjo nuk ishte e mundur. Belbezoj agjo duke pare rreth e rotull në mënyre frenetike, duke kërkuar mbeshtet gjë në fitirat e shokuar atë të ftuarve kë e rretonin. Ti gjë, nena e Rafaelit? Zonja Irida Vila, saktesisht, konfirmoi Irida, duke e kur nga dale në drejtim të gjallit, i cili ende duke i pafte për televizor, me si të imbushur me lot duke pare atë grua që kishte arritur. Në ndonjë mënyre të pashpjegueshme, të maskohej plotesisht para të gjithëve që e rrethonin prej gjavesh. Rafaeli me në fund reagoi, duke përshkuar hapat e fundit që i ndanin dhe duke përfshire nenën në ngje për kafim të shtrenguar, me zerin e tij të mbitur nga emosioni. Pamis fare bere, pse e berekete, pjeti duke peshperitur kunder flokeve të saj të barte, duke ngjere trupan e vogël dhe nete ngjajten kohe akte forte ke gjithmone e kishte mbështetur ke nga femigjeria. Duhej të digja të vërteten, biri im u përgjigj Irida, duke e përkafuar mbrapsht me të gjithë forcen ka imbetej në krahet e saj të lodhur nga kersimi. Duhej të digja me si të emi, çfarë logj gruagjet i ishe gati të vendosjen e kender të familjes sone. Larisa, ende paralizuar nga shokun e mistapistis, në gjithë të gjitha shikimet e ti ftuarve të ktheheshin nga dale në drejtim të saj, të ngarkuara tani me një kuptim të të mërshem mbi kuptimin real të ati zbulimi. Të gjithë ati kishin dashmuar, përgjate po asajnate, përbugjen me të cilën nusja kishte trajtuar një gjogja sherbetore të thjeshte, komentet tales mbi moshen të pamgjeni saj modeste, pastin publik të bere me ak përbugje, i bindur se kurre nuk mund të humbiste. Dhe tani para të gjithëve zbulonin se po agju grua e poshteruar ishte asgje me pak se matronia e po asaj familjeje que Larisa si non të integronte permes martesis. Rafaelune, une nuk e digja, betohem ke nuk kisha ide, filoi Larisa, zeri i saj tani duke u dridhur, duke kërkuar dashperimisht të rikompozonte i mashine e mbelsise ke gjithmone projektonte publikisht. Ishte vetem një shaka, une kurre nuk du ta imagjinoja ke. Kagjo ishte nena ime, plotesoi Rafaeli, duke u këtjer nga dale për të pare, si te etis duke mbartur një ashpersi, kë Larisa kurre nuk e kishte pare me pare në ate fityre gjithmone të bute. Dhe sikur të mos ishte, ti do të trajtoje një zonjë të moshuar dhe të tjeshte, në të njashten menire pas një problem. Heshqa ke Larisa ofrui si përgjigje, ishte me zbuluese se qdo fjale mund të kishte kene. Tajtet pas fajses u transformon në një vorbul bisedash të veshtira, shpjegimisht të nevojshme dhe vendimesh ke du të ndryshonin për gjithmone rgjedhen e asaj familjeje. Rafaeli, ende duke procesuar shokun i zbulimit, të nene se taj të maskuar si sherbetore brenda shtepise se taj, kaloi oret e tëra duke biseduar me Iriden në biblioteke e vile se blinjve, duke dëgjuar që do detajt të udhetimit kë agjo, kishte ndërmarre në gjavet i fundit. Unë duheshte kuptoja se kush ishte vërtet agjo ke ti ishe gati të. Vendoshen e kender të familjes sone, birim, shpjegoj Irida, duke mbajshtur duart i tij me dashuri, si te ende të lodhur nga emosioni intensiv i asaj në të paharueshme. Nuk gjikova nga pamgjet as nga tashetemet. Gjetova brenda kësaj shtepje, deshmova me site e mise si agjo i trajtonte ata që i konsideronte inferiore. Rafaeli Antonese fillimisht i lenduar nga mungesa e besimit kë maskimi, i nenes perfakisonte, kuptoi gradualisht të lesine, i dashurise amtarike kishte motivuar atë vendima këte pazakonte. Rikugjtoi, nje nga nje, episodet kë kishte deshmuar gjate e gjaveve të fundit. Kortimin publik të pesuar nga Marta, poshtërimin e gjergjit për arreshtit të paplote, komentet e ashpra të drejtuara punon gjesve kë thjesht krijenin punen, i tyre ne mënyren me të mire të mundshme. Sa për Larisen, e vërtitave ekspozuar para të gjithë të ftuarve e berit e pamundur, s'do tentative pashtimi. Në ditet në vigjim, agjo u përpok here pas heri të justifikon të sheljen e saj, duke pretenduar se kishte kene vetem një shaka e pafat,
se të gjithë egzagjeronin gravitetin e situates, se meritonte një shans të dite për të provuar se kiste mesuar leksionin. Por Rafaeli, me në fundi lire nga veliko e dashuria, e ngësitur kishte vendosur mbi seta e tij, njohu modelet e perseritura të përbuzjes kë ajo kishte treguar konsistent gjatë gjithë marrëdhënies, shumë para asaj natë zbuluese. Nuk behet fjale vetëm për atë që ndodhi me nënën time, ta ai, në bisedën e fundit që paten, gjave me vone, kur Larisa kishte bërë një tentative të fundit për të reguluar fejgjësen e prishur. Behet fjale për se si ti i trajton një rezit kur beson se askush i rende si shem nuk po të vezgon. Dhe kjo Larisa, zbulon me shumë per karakterin të nësesa që do gjeke ti poston në rjetet sociale. Fejesa u prish zyrtarisht, duke shkaktuar një zhurme të konsiderueshme në rjetet sociale dhe kolonat sociale. Por Rafaeli, i mbështetur pakush të zuar nga nena e sapor i zbuluar, përbaloi paso gjatë me një ketesi ke surprizoj të gjithë rreth tegje. Ne muasht vizhues një transformimi dukshëm pushtoj që tjene i ridaviles. Historia e prezentimit të saj surprize në festen e fejëses u përhap shpejt, fillimisht midis mikve dhe të njohurve, pastaj përmes reportajeve kë festonin rrugetimin e saj të gjashteza konshem si ish kampione. E kërsimit të salonit që kishte braktisur dritat per dekada në emër të familjes. Në vjen kë të terika i serish, në jetën diskrete kë kishte bere gjatë ak shumë viteve. I ridavondosi të përkafonte publikisht atë pasion kë rizbuluaj në pisten e kërsimit të viles se blinjve. Me mbështetjen entuziastit e Rafaelit, kryoj një fondacion kulturor të dedikuar perte, ofruar mesime falas kërësimi perta rinte nga komunitetet në nevoje të shperndara në ragjoni e malesise. Duke përdorur një pjese të konsiderueshme të burimeve të familjes perte financuar bursa studimi, prezantime publike dhe shkembime me kompani kërësimi të njohura në të gjithë vendin. Marta Gjergji suelate të gjithë punongjesit e qerete prones moren, me iniciative personale të irides, nxenjo gjeteve sante per perkushtimin dhe durimin e tyre gjatë viteve, përfshire përmirësime dometenese në paga dhe kushte pune këkurre nuk ishin vlerësuar si që duheq para atiq episodi zbulues. Patricia punongjesha e re po shteruar gjave me pare. Per shkak të luleve, u benje nga bursiste të para të fondacionit të ri, duke zbuluar në mesimet e kërsimit një talent ke ajove tenuk, edinte se ezoteron të deri atë here. Rafaeli, duke vezguar në nën të lulezonte para publikut gjit një emitimad, kuptoj me në fund një leksion kedo të mbante për pjesen që tërë të i gjetes, fisnikiria e verteti i karakterit kurre nuk, matet nga pozita sociale, nga bukuria e jashtme apo nga numri i njekesve në një rjet social. Por nga menira e sinkerte se si trajtoj me atake, gëgjogja nuk ka ne as nje pushtet për të nasjele dobi. Të në vleresosh dike nga pamgja e thjeshta, si që kishte bere Larisa në atë natë fatale, mund të kushtonte shumë me shtrenjte si që du shumë parash, e vene bast në menyrete shkuqde sur mbingji piste kërësimi. Të keshtu të dashur shikves, berin në fund historia e zonjës irida të rrugetimi i saj i gjashteza konshem i maskimit, kuksimit dhe rizbulimit personal. Shpresojme kë ki tregim të kete prekur zemrat tuaja si që prekutonat duke e treguarate. Nëse kjo histori gju emocionoj, mos haroni të regjistroheni në kanalin tonit dhe të lini pelkimin tuaj në video. Këtë mund të vazhdojme të zgjellim histori si këgjo, plot me këthesat e mesime mbi esencen e vertetet e karakterit njërezor. Qado di të zgjellim tregime të regja ke eksplorojnë aspektet, me të ndryshme të gjetes dashurise, familjes dhe të shkalimit. Mos humbisni kapitujt e ardhshem kemi përgatitur veçanerisht për gju. Dina tregoni në komente, qifare e preku me shume e zemren tuaj në kete historita irides. Balerines ke gjeta pothuajse e harroj, por ke fati e solli mbrapsht në skena, saktesisht kur familja i saj kishte me shume nevojje. Fundi i historis.